është tek libri i psalmeve, psalmin 122. Psalmi 122. U gëzova kur më thanë, shkojmë në shtëpinë e Zotit. Këmbët tona u ndalen brenda portave të tua, o Jeruzalem. Jeruzalemi është ndërtuar si një qytet i bashkuar mirë, ku ngjiten fiset e Zotit për të kremtuar emrin e Zotit. Sepse aty janë vënë fronet për gjykimin, fronet e shtëpisë së Davidit. Lutuni për paqen e Jeruzalemit, le të begatohen ata që të duan. Pas të paqe brenda mureve të tua dhe begati në pallatet e tua, për hir të vëllezërve të mi dhe të miqve të mi, tani do të them paqja qoftë te ti. Për hir të shtëpisë së Zotit Perëndis ton, unë do të kërkoj të mirën tënde. Amen. Psalmi kënga shtektimeve thot, sikur se ngjitet për në tempullin e Perëndis Davidi, ka këtë psalm ku do të thoja me të vërtet një psalm i veçantë nga një njeri ose nga një person i veçantë. Davidi është një person i veçantë që e kërkoi në kohën e caktuar, në kohën e përshtatshme e kërkoi Perëndia. Dhe kur e gjeti, thirri, duke thënë se e gjeta Davidin, birin e Isait, i cili është një burr me zemrën sipas zemrës time, në mënyrë që të bëj gjithmonë vullnetin tim. Pra Perëndia me të vërtet kërkoi që të bëj mbret në Izrael Davidin, duke e mohuar plotësisht Saulin për shkak të shkeljeve dhe të paudhësive të tij. Por më e rëndësishmja nuk është kjo, se kërkoi të gjej një burr nga fisi i Judës, i cili do të jetë mbret në mbretërinë e Perëndis dhe mundësisht më sakt në mbretërinë e birit të Perëndis të Jezu Krishtit, pra, të cilin Perëndia e thirri, Jezu Krishtin, bir të Davidit. Një person i veçantë, Davidi, i cili do të guxoja të thoja do të jetë sipas emrit të Jezusit, se Jezusi biri i Davidit, që e quanin kështu, pra bir të Davidit, pra u quajt babai i Jezusit Davidi, ku në mbretërinë e tij që do të ketë, nuk do të ketë fund në jetë të jetëve, pra mbretëria e Jezu Krishtit, pra birit të Davidit, që vjen nga mbretëria e Davidit. Me të vërtet, pra, një burr i veçantë në dhjetën e vjetër, Davidi. Nuk ka njeri të ngjashëm me Davidin që të kërkojë me shumë kujdes Perëndia për të gjetur një njeri që kur e gjeti thirri. Kush? Perëndia. Thirri duke thënë se e gjeta përfundimisht Davidin, birin e Isait, që është burr me një zemër sipas timës. Përse është me zemrën sipas zemrës time? Sepse bën gjithë vullnetin tim dhe në gjithë qka. Dhe këtë e zgjodha që të bëj mbret për popullin e Izraelit, por edhe mbret në mbretërinë time, në të cilën nuk do të ketë fund, ashtu sikur se në mbretërinë e Davidit do të vi të mbretëroj, sikur se dhe tham dhe përsëris përfundimisht, do të vi Krishti biri i Perëndis të gjallë, fjala Perëndis i ardhur në mish, i cili lindi nga fryma e shenjtë dhe nga Maria e Virgjër,
dhe u quajt bir i Davidit. E falenderojmë Perëndin për këtë. Kështu pra është shumë e rëndësishme që të lexojmë këtë psalm përkatës të shtektimeve të cilin e shkruajti Davidi duke thënë se shumë u gëzova, gëzim të madh pata, një gëzim erdhi në mua kur më thanë disa vëllezër të mit, le të shkojmë në shtëpinë e Zotit. Ku shtëpia e Zotit për ne sot në dhjatën e re është kisha e Perëndisë të gjallë. Dhe nëse ky burr i zgjedhur Davidi u gëzua me gëzim të veçantë kur dëgjoi që dikush t'i thot të shkojmë në shtëpinë e Zotit, sa ne duhet të gëzohemi kur marrim vendim dhe themi se do të shkojmë në shtëpinë e Zotit dhe ka njerëz që na ndjekin. Familja jon, shokët tanë, miqtë tonë, vëllezërit tonë. Perëndia të bëjë mëshirë dhe hir vëllezër dhe motra në jetën tonë plotësisht. Këmbët tona vazhdon Davidi duke thënë se do të ndalen, jo kalimtar pra, por këmbët tona thot do të ndalen brenda portave të kishës. Fjale e madhe dhe zbules kjo që thot Davidi, që thot nuk do të shkojmë, por thot do të qëndrojmë aty. Në dyert e kishës. Dhe cilat janë dyert e kishës? Është vendi ku duke hyrë nga dera kryesore, ti i drejtuar nga fryma e shenjtë, sepse ndryshe nuk bëhet. Erdhe, qëndron dhe rrin. E kundërta dhe e keqja është që vjen, rrin pak dhe ikën. Zoti të na ruaj. Erdhe, rrin dhe qëndron. Dhe mundësisht shtyllat e Jeruzalemit në Jeruzalemin e ri, në qytetin e festës tonë, sepse ne nuk hym në Jeruzalemin e vjetër, por ne hym në Jeruzalemin e ri, në qytetin e festës tonë, i cili është Jeruzalemi qiellor, i cili është mali i Sionit, Jeruzalemi qiellor. Vëllezër dhe motra, le ta kuptojmë pak këtë, sikur e kuptova unë sot. Se ky vend këtu është qielli. Gjë e madhe nuk është kjo. Është qielli, nga këtu fillon. Nuk është tokë. Toka është jashtë. Këtu është Jeruzalemi qiellor. Ku këtu brenda janë mira engjëj të cilët nuk i shohim, por janë mira engjëj. Dhe mundësisht e festojnë engjëjt, lavdërojnë engjëjt. Ashtu sikur se të shohin ty që vjen, të qëndrosh këtu, të mos ikësh dhe të vish përsëri. Festojnë, lavdërojnë engjëjt Perëndin, sepse je i parlindur bir i Perëndis, i shkruajtur në qiej, nga që e thirrë, besove dhe e thirrë emrin e Krishtit, ati Perëndi të rilindi në një shpresë të re dhe të dha urdhër të pagzohesh në ujë në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës të Shenjtë në faljen e mëkateve. Dhe atëherë, ja pra i parlindur je, atëherë emri i të shkruajt në librin e qiellit, në librin e të parlindurve, të shkruajtur në qiej. Por në këtë kish
këtu duhet të jemi shumë të kujdesshëm, sepse është një gjykues, dhe gjykuesi vetë është Perëndia. Gjykatësi është Perëndia, dhe është të tmerrshme të bjerë dikush në duart e Perëndisë të gjallë. Dhe kë gjykon Perëndia? Gjykon atë të cilin gjykon dhe që gjykojnë vëllain e tyre më të vogël. Ndërsa kë gjykon dhe bekon, i vetmi gjykues në kish është ai i cili gjykon, bekon dhe falenderon Perëndin për vëllain e tij, të cilin sot e solli në mes nesh. Gjykues pra Perëndia, dhe këtu brenda ka njerëz që kanë frymrat e të drejtërvet, por sa serioze është, vëllezër dhe motra të dashur, se moren për sosmërinë. Sot kuptova shumë gjëra. Kemi marrë për sosmërinë. E beson këtë? E di çfarë do të thotë për sosmëri? Sigurisht është e thjeshtë dhe mund ta shpjegoja që nuk është kështu. Se ndërlidhësi i përsosmërisë është dashuria. Përse duam njëri tjetrin, nëse duam njëri tjetrin, atëherë hym ose u futem me ndërlidhësin e përsosmërisë dhe aq sa kjo dashuri të shtohet, por jo me fjalë dhe me gjuhë, por me vepër dhe me të vërtetë. Dhe veprën e parë dhe e vërteta është lutja, dhe jo vetëm. Por pa lutje nuk ka dashuri. Dhe jo vetëm kjo, por edhe përulja shkon drejt lavdis për njeriu. Pra jo vetëm që lutesh, por edhe shef vëllain tënd më të madh se veten tënde. Do më thënë, ti je më i përulluri i të gjithë vëllezërve, më i vogli i gjithë të shenjtërvet. Më i vogli i gjithë të shenjtërvet. Përsosmëria pra është dashuria, lartëtimi, sepse të përullëvet Perëndia u bën hir dhe i lartëson, pra ka lartësim i përulluri, tek të përullurit pra bën hir. Por edhe e fundit, dashuri pa tjetër, përullësi pa tjetër, por edhe një shumë e rëndësishme që do ta shohim më poshtë. Lavdërim nga thellësia e zemrës tonë për të gjitha sa bën, lejon dhe përjetojmë. Sepse asgjë nuk bëhet në jetën tokë të cilën nuk e ka përcaktuar, para njohur Perëndia për gjithë secilin prej nesh. Çfarë do që të bëhet? Lavdëroje. Sepse të gjitha bashkëveprojnë për të mirën tek ato që duan Perëndin. Dhe nëse bijeni në tundime të ndryshme, sikur se thot fjala e Perëndisë tek letra e hebrejve, mos u mërzitni. Tek Jakobi, jo tek hebrejt. Sepse kjo është prova besimit tuaj. Lavdërimi nuk lejohet tek të përsosurit, të cilët kanë ndërlidhsin e përsosmërisë, që të mos dalë vazhdimisht, pa ndërprerje, pra jo nga goja, por nga zemra e njeriut. Lavdi emrit tënd të shenjtë, o Zot, të falemnderit, o Zot. Apostulli Paul thotë se të gjithë me braktisën, veç Perëndis. O Zot, gjë e vështirë është kjo, sepse Perëndia është Zoti dhe Perëndia i tij, është ati i tij qiellor. Dhe vazhdojmë. Jeruzalem, i ndërtuar mirë
si një qytet i bashkuar mirë. Është i ndërtuar nga Ati Perëndi, një qytet i shenjtë, por edhe këtu sa mirë dhe kënaqshme është që të bashkëbanojnë në unitet vëllezërit, të bashkuar mire. Dhe cili është ky qytet? Jemi ne, njerëzit, nuk janë muret. Sa të bukura, sa të këqija, apo të vegjël apo të mëdhenj, nuk është kjo, jo, s'janë muret, por ne jemi kisha, vëllezërit dhe motrat. Të bashkëjetojmë në unitet. Dhe ky uniteti është një fjalë e bukur e cila kanë të njëjtin mendim, të njëjtën fjalë, kanë unitet, kanë armoni, kuptojnë të njëjtat gjëra, kanë të njëjtat ndjenja dhe të njëjtat mendime. Kjo do të thotë pra uniteti, pra që banojmë në unitet, pra të bashkuar mirë. Dhe futemi tani në pikat kritike të zbulesës së njeriut të Perëndisë, të Davidit. Thot, aty ku ngjiten, sepse kur ngjitesh, kur shkon në kish, ngjitesh. Ku ngjitesh? Në praninë e Perëndisë. Mundet një kish të jetë edhe në podrum, por ti kur shkon në atë kish ngjitesh. Mund të jetë rrafsh me tokën kisha, në kat të parë, si themi ne. Aty ngjitesh pra, në praninë e Zotit. Këtu ngjitemi pra frymërisht patjetër, aty ngjiten thot fiset e Zotit. Çfarë do të thot fis? Fjala fis do të thot një popull. Është fisi i të zivet, i të bardhëvet, është fisi i romakëvet, i grekërvet, një popull, aty pra ngjiten fiset e Zotit. Por jo sikur të duan, por ngjiten sipas asaj që ka urdhëruar Zoti. Përse? Për të kremtuar emrin e Zotit gjithmonë. Ngjitemi për të lavdëruar, për të kremtuar Zotin. Pra kur hym këtu brenda, nuk përparojmë dhe të shkojmë të ulemi në vendin tonë, ku kështu është, sipas njeriut fizik dhe natyror, por sipas njeriut frymëror, ngjitemi në praninë e Perëndisë për të lavdëruar Zotin. Dhe sa më lart të ngjitesh, kaq më pranë është lavdërimi yt tek Zoti, o Zot Perëndi. Për çfarë arsyet ngjitemi për të lavdëruar Zotin? Sepse aty janë vënë fronet e drejtësisë të Perëndisë dhe fronet e shtëpisë të Jezu Krishtit. Në këtë vend janë vënë gjykimet, janë vënë fronet për drejtësinë e Perëndisë, por edhe fronet për lavdërimin e birit të Perëndisë të gjallë. Kjo që i e ulur, kjo ndense, nuk është një ndense thjesht, por është një fron. Do që ta kuptoj këtë. Është një fron, ashtu sikur se e thot fjala e Perëndisë, për drejtësinë e Perëndisë. Dhe një fron për praninë e Jezu Krishtit. Lavdëroje Perëndin për atë ndense në të cilën je ulur. Është lart, është në praninë e Perëndisë. Dhe tani futemi në këshillat e Davidit, duke thënë, lutuni, kërkoni për paqen e Jeruzalemit. Jo për luftra, për grindje, por lutuni për paqen
që të zotëroj paqja e Perëndis, por edhe përulja është që të qenë drejt lavdis, sepse pa paqe dhe pa përulje nuk ka paqe. Paqja në Jeruzalem, dhe tani futemi në pikën kritike duke thënë le të begatohen ata që e duan. Dhe vërteta është kjo se lumturia do të thot fat të mirë, por në gjuhën e shkrimit nuk do të thot fat të mirë. Lumturia do të thot bekim. Dhe bekimi është, kush është njeriu i bekuar? Ai që së pari ka frytin e frymës të shenjtë. Ja pra njeriu i lumtur frymërisht. Si, ka dashuri, ka gëzim, ka paqe, ka dorim, ka krishterim, ka mirësi, ka besim, ka përulje dhe vetë kontroll. Ky është njeriu i lumtur në praninë e Perëndis, i bekuar në praninë e Zotit. Për kush është njeriu akoma më i bekuar? Ai që ka shumë fryt të qëndrueshëm, por për lavdin, ja tani edhe një tjetër lavdërim, për lavdi të Perëndisat. Dhe kush është fryti? Së pari, tham fryti personal, i cili na krijon gjithmonë një jetë të lumtur, presje, të bekuar, por edhe aq më tepër një jetë të bekuar dhe të lavdishme, ai që ka fryt familjar, ka fryt personal, profesional më falni, jo që të nxjerrë para, por është dritë në punën e tij, në mënyrë që njerëzit të shohin veprat e tij të mira dhe të lavdërojnë atin e tij qiellor. Ka fryt të farefisnisë së tij, të afërmit e tij të gjithë të shohin dhe thojnë se Zoti ta bekoi. Por edhe ku të shkele gjurma këmbës së tij, ai është i bekuari dhe njeriu i lumtur. Ku të shkel pra këmba e tij, aty të bëhet bekim, edhe në hyrjen tënde, edhe në daljen tënde, dhe kur në jetë të jetëve. Këto janë ato pra që janë të lumtur në kishën e Krishtit. Këto janë ato që janë të lumtur, do me thënë të bekuar në kishën e Jezu Krishtit. Dhe cilët janë këto të lumturit? Janë ato që japin fryt, me fryt paqësor të drejtësisë. Atëherë pra, lutuni për paqen e Jeruzalemit në mënyrë që të begatohet ai që të donë. Të jeni të bekuar pra dhe të lumtur nga që e doni, dhe nga që e doni luteni për paqen e Jeruzalemit. Dhe tani futemi në urimin personal të njeriu të Perëndis, pra të Davidit, duke thënë qoftë paqja në muret e tua, sepse të gjithë jemi të rrethuar nga muret e paudhësisë dhe nga muret e bekimit. Le të ketë paqe, dhe kur do të ketë? Kur vepra jote është paqësore, për uluni në krahun e fuqishëm të Zotit, dhe atëherë ai do t'ju lartësoj. Vetëm një kusht që thot, vetëm paqen, çdo shqetësim tuajnë, dhe kemi shqetësime personale, familjare, gruaja ka shqetësohet për burrin, burri për gruan, shumë shqetësime, prindërit për fëmijët, gjitha këto shqetësime, dhe mundësisht e thot shumë bukur tek letra e Efesianëve të apostulli Paul që thot, çdo shqetësim tuajnë
hidheni mbi te, duke qenë të sigurt se ai patjetër interesohet për ju. Në mënyrë që për çdo gjë që t'ju shqetësoj, bëjani të njohura të gjitha kërkesat tuaja Perëndis, por si, me besim dhe falënderim, si nëpërmjet lutjes. Dhe pse thot nëpërmjet lutjes, të bësh lutje të veçanta. Ka lutje, por ka edhe për lutje. Por lutje nëpërmjet forcës dhe lutjes tuaj. Dhe atëherë paqja e Perëndis, që kalon çdo mendje, do të ruaj dy gjëra. Do të ruaj zemrën tuaj dhe mendimet tuaja në Jezu Krishtin, në mënyrë që të ike prej teje çdo ditë, çdo ankth dhe çdo frikë. Kur vajten tek Jairo dhe i than, lëre Zotin, sepse vdiq fëmija yt. Zoti çfarë i tha? Zoti i tha, mos ki frikë, vetëm beso. Eja të shkojmë. Fëmija nuk ka vdekur, por po fle. E kuptoni se ç'a i tha? Nuk vdiq, ma vdiq. Ha ha ha. Nuk vdiq, është në gjumë dhe do të shkoj ta zgjoj. Dhe kjo, të dashur vëllezër dhe motra, është më e rëndësishmja për sot. Çfarëdo që të bëhet dhe të ekzistojë në jetën tënde si shqetësim, Krishti do të vijë që ta zgjoj. E kuptoni që do të thotë që ta marrë në dorë Zoti dhe ta zgjoj. Ta ringjall. Ti japë jetë. Ti ta ndryshoj. Ç'është ajo që të mërzit? Ç'është ajo që të mundon? Ç'është ajo që të krijon ankth, frikë, mendime të shqetësuara? Çoja në dhomën tënde të lutjes, në këmbët e Zotit, ku aty të pret, mbyllë derën dhe thuaj, o Zoti im, Perëndia im, sipas fjalës sate po vi tek ti në fshehtësi, që të ma shpërblesh në mënyrë të dukshme këtë temë, në këtë temë të cilën nuk e duroj, nuk e ngrej dot më. Dhe paqja e Perëndis, që të i kalon çdo logjik, do të çliroj. Dhe nga mendimet e tua, dhe nga zemra jote. Gjë e madhe nuk është kjo, vëllezër dhe motra. Dhe jo vetëm kjo, por edhe Perëndia i paqes do të largojë djallin dhe ta mposhte poshtë këmbëve të tua. Fitore, fitore, ma a e dinë se në gjendje isha? Fitore. E beson, fitore, por don lëvizje të përcaktuar. Futur në dhomën tënde të lutjes. Gjunjëzo, aty të pret ati jot qiellor në fshehtësi. Hape zemrën tënde dhe thuaj, o Zot, nuk duroj dot. E para, e dyta, e treta, pra të gjitha problemet që ke. Dhe nga që unë nuk mund t'i ngrej dot, i bie dhe i le në këmbët e tua. Dhe do të vijë Perëndia i paqes, që të i kalon çdo logjik njerëzore. Dhe çfarë do të bëj? Do të shndërroj mundimin tënd në fitore. E beson? Sepse të gjithë kalojmë mundime, por ai që do të shndërroj mundimin tënd në fitore. Kush? Perëndia i paqes. Kur ti hapësh zemrën tënde dhe t'ja bësh të njohur, unë e bëj me shkrim, po të doni bëheni edhe ju. Me shkrim, të gjitha sa të shqetësojnë, të gjitha sa të mundojnë, të gjitha sa të krijojnë ankthe, frikra, shkruaje. Dhe merr atë letër,
ashtu sikur se bëri Ezekia dhe bëje kështu. What? E shef? Dhe vjen Perëndia i paqes dhe merr atë letër, nuk e shqyen, por e ndreq. Dhe nga mundimi që të sjell e bën të dalë me fitore. Dhe sikur se e mban kështu në dorën tënde, nuk është një letër mundimi më, por është një letër fitorjeje. Amen, vëllezër dhe motra. Ky është Perëndia jonë. Është Zot i zotërve. A mundet që këtë letër të mundimit të bëj letër të fitores, një fjalë do të thoj. Një fjalë thot dhe bëhet. Le të jetë paqja pra në muret e tua, por edhe bollek në pallatet e tua. Çfarë bollekut? Jo të parave të vëllezër dhe motra, ato janë asgjë lekët, por bollek të bekimeve, bollek të frymës të shenjtë, bollek frydhëniet, lavdërimit, bollek frymëror në të gjitha, e beson? Mundet Perëndia të bëj që të kesh pallatet, pallate i quan, kush është pallati yt? Dhoma jote lutjes. Ku e din këtë? Kështu më tha Zoti. Cili është pallati im o Zot? Dhoma e lutjes. Ky është pallati jon, vëllezër dhe motra. Mundet që pallati yt ta bëj ashtu sikur se thot fjala e Perëndis, në bollek frymëror, po vetëm ai mundet, por tek kush? Tek ato që përulen, ashtu sikur se përulja përparon për lavdi. Dhe tani vjen vetë Zoti Jezu Krisht dhe thot: për hir të vëllezërve të mi dhe për hir të miqve të mi, unë do të të them ty paqe. E kuptuam pra se çfarë do të thotë kjo? Për hir të vëllezërve të mi dhe për hir të miqve të mi të afërm, unë do të të them ty paqe. Do më thënë, derisa more vendim, ky është sekreti, që të shërbesh vëllezërve të tu, sepse kush dën të jetë i madh, duhet të bëhet shërbëtor. Dhe kush dën të jetë i pari, duhet të jetë shërbëtori të gjithëve. Për shkak të miqve të mi dhe për shkak të vëllezërve të mi, që ti more vendimin për t'ju shërbyer, unë të them ty se të jetë bekimi në ty. Bekim i veçantë. Por edhe për hir të shtëpisë të Zotit ton, nëse ke marrë dhe vendimin të shërbesh në kishën e Krishtit, në shtëpinë e Perëndis ton, në shtëpinë e Perëndis të gjallë, atëherë Perëndia do të kërkojë gjithmonë në çfarë do lloj kushtit të mirën tënde. Aleluja. Sepse kush i shërben Krishtit, në atë Perëndia e bën menaxhues të gjitha mistereve të Perëndis, që i shijon, jo që i njeh, por i shijon, ashtu sikur se kur u shërben vëllezërve të tu, të bën menaxhues të hirit të shumëllojshëm të Perëndis, jo që ta njofësh, por edhe ta shijosh. Këto dy karakteristika bazë, Zoti thot se unë tani e tutje, që tani që dëgjove fjalën time, besove në fjalën time, i bindesh fjalës time, unë tani e tutje do të kërkoj të mirën tënde. E din çfarë do të thot që Zoti të kërkoj dhe të dhuroj të mirën
të mirën gjithmonë, çfarë tjetër dua? Na thuaj çfarë tjetër të duam? Çfarë tjetër të kërkojmë? Kur të vi vetë Perëndia dhe të më thotë se në qoftë se ti dëgjon fjalën time, hap për hap, ashtu sikur se e përshkruan shkrimtori im David, që është burr sipas zemrës time dhe ti e beson dhe ecën hap për hap, atëherë unë do të kërkoj. Dhe kur të them të mirën, them më të përsosurën, sepse atë që kërkon Perëndia si të mirë, s'ka më të mirë nga ajo që të jep Zoti. Pra do të kërkoj dhe do të jap hyrjen tënde, daljen tënde, shtëpinë tënde, kudo që të jesh, do t'i kërkoj vetëm të mirën tënde. Dhe ne çfarë themi? Amen o Zot. Na ndihmo të lutemi në emër të Jezu Krishtit. Amen.